sjellje monopol. Fjala vjen monopolin e dhunës e ka policia, monopolin e forcës. Edhe këtu njerëzit që janë në pranga, të tjerë që janë të armatosur mbas kësaj dere, kanë monopol e forcës sepse janë një ligji. Monopolin e përdorimit të armëve të rënda e ka ushtria. Janë një ligji. Ata mund përdorin tanqe, helikopter, avione kështu me radhë. Monopolin e dhënies drejtësisë ka gjykata. Gjykata ka monopolin e dhënies drejtësisë. Nuk është se japin çdo institucion jep drejtësi, por në gjykatë kryesisht përfundojnë rastet për të dhënë drejtësi. Siç kam kuptuar vetë, monopolin e shkatrimit në jetë publike ka prokurori posaçëm. Prokurori posaçëm mund shkatërrojë jetën publike. Tani në këto sjellje monopol, ju praktikisht nuk prisni për një vendim gjykate, por jeni gati që monopoli të dikujt që i është dhënë me ligjet ajo për të shkatruar jetën publike dikujt të jepet prioritet, duke sakrifikuar një kryetar bashkie, një antar të komunitetit, një aktivist, një shërbëtor publik në këtë rast, dhe jo monopoli të gjykatës për të drejtësi. Kjo është një gjë që më shqetëson. E di pse se edhe në natyrë, edhe në botën e egër, ka disa kode. Fjala vjen, nëse je një tuf pulash dhe të vinë hienat, pulat e tjera vrapojnë edhe lënë që ta hanë pulën që kapën hienat. Por në një tjetër habitat, elefantët sillen ndryshe, elefantët sulmojnë hienat. Dhe këtu pyetja është, jeni pula apo jeni elefant në këtë histori. Pra, edhe natyra na jep ca instikte ku na duhet që të tregojmë dhe jo. Po kërkojmë që të ruajmë etikën, absolutisht. Gjithë këto elemente, jo, e kuptoj është një butafori për treguar që ta mbajmë brenda, jemi shumë mirë. Seanca ka shkuar shumë mirë, ne jemi besoj gjithë kemi pas mundësi të debatojmë. Jemi miq vjetër, kemi bërë reforma pafund. Të bëjmë pyetje të lutem në lidhje me objektin. Pyetja në lidhje me objektin është në sjelljet monopolistike që kanë forcat ndryshme ose aparate ndryshme në Republikën e Shqipërisë. Ju anoni për të mbështetur sjelljen e prokurorisë që ka monopolin e shkatrimit jetës dikut, edhe pa vendim, apo tentoni që të respektoni monopolin që ka gjykata për të vendosur drejtësi dhe për i pasur fundimtarët të vendimit. Nderuar pyetjen. Në fakt, Këshilli i Ministrave operon dhe ka kompetencat e veta për saktuar qartë në kushtetues e në ligjet në zbatim. Pra nuk mund të bëjmë një interpretim në lidhje me veprimtarinë e pushtetet të tjera që janë pushtetet të ndara. Dhe në këtë seancë dhe në këtë sallë objekti i gjykimit është pikërisht çështja e vendimit të shkartimit të kryetarit të Bashkisë Tiranës. Përtej këtij argumenti ligjor nuk kam se çfarë të shtoj. Okej. Dhe në finale, nëse zonja nderuar gjyqtare do më lejoj t'ja huazoj pyetjen që ajo më bëri mua për t'u bërë ju. A do kishte ndryshuar në gjë nëse unë do ftosha në vendimin e Këshillit të Ministrave?